hapet votimi. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 4 kundër, projekt vendimi miratohet. Pika 9. Vazhdojmë projekt vendimi për miratimin e dekretit President të Republikës Shqipërisë nr. 154/3/2026 për emërim ministri. Zoti Besfort Lamallari emërohet ministri i punëve të brendshme. Ky akt kërkon shumicë absolute votash miratim. Projekt vendim për zhdurje e votimit, një votim elektronik, hapet votimi. Votimi është i hapur. Të mbarojmë 2 projekt vendime dhe vazhdojmë. Ju lutem. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 4 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika e 10. Projekt vendim për miratimin e dekretit President të Republikës Shqipërisë nr. 164/3/2026 për emërim ministri. Zoti Ermal Nufi emërohet ministri i mbrojtjes. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim me elektronik. Votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 6 kundër. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendimi 11 për miratim dekret President të Republikës Shqipërisë nr. 174/3/2026 për emërim ministri. Zoti Toni Gogu emërohet ministri i drejtësisë. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik. Votimi është i hapur, hapet votimi. Vazhdon votimi, ju lutem. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 5 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 12. Projekt vendim për miratimin e dekretit President Republikës Shqipërisë nr. 184/3/2026 për emërim ministri. Zoti Enea Karakaçi emërohet ministër i infrastrukturës dhe energjisë. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik. Votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 6 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 13. Projekt vendim për miratimin e dekretit President të Republikës Shqipërisë nr. 109/4/3/2026 për emërim ministri. Zonja Eriona Ismaili emërohet ministre e shtetit për marrëdhënien me parlamentin. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik. Votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. 82 vota pro, 0 abstenim, 4 kundër. Projekt vendimi miratohet. Vazhdojmë me rendin e ditës.